6 net dhe 1100 persona të arrestuar në protestat e opozitës në Turqi. Presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzon partitë opozitare që sipas tij po provokojnë një lëvizje të dhunshme në të gjithë vendin. Më i prekur i mbetet Stambolli, kryetari i bashkisë i të cilit Ekrem Imamoglu, që është dhe rivali më i madh politik i Erdoganit, u ndalua disa ditë më parë nga policia nën akuzën e korrupsionit. Imamoglu këmbëngul se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht, gjë që kundërshtohet nga Erdogani. Partia kryesore opozitare në vend, ajo republikane CHP, e cila të dielën e shpalli Imamoglun si kandidatin e saj presidencial, është shprehur se protestat do të mbyllen të martën, pas sqaruar ndërkohë se cilat do të jenë hapat e saj të mëtejshëm. Pavarësisht pranisë masive të policisë, 10 mijëra vet dolën në rrugë për të protestuar kundër arrestimit të Imamoglus. Në disa raste u njoftua për përleshje të dhunshme mes policisë dhe demonstruesve. Policia përdori pompa uji me presion dhe gaz lotësjellës. Kritikët e shohin arrestimin e Imamoglut si një përpjekje të qeverisë për të eliminuar një kundërshtar politik të presidentit Erdogan dhe i konsiderojnë akuzat si të sajuara.